Qytetarë të komunitetit të Rom dje dhe sot bllokuan rrugë nëpër disa qytete si Kërçova, Strumica, Shtipi, Koçani, Shutk të Shkupit, por edhe në rrugën magjistrale Manastir Presp. Ata janë kundër vendosjes së sistemit qyteti sigurt, pasi policia filloi me kontrolle më të rrepta, gjoba dhe konfiskim të automjeteve të personave pa patent shoferi. Banorë të disa lagjeve rome akuzojnë për diskriminim, duke pretenduar se shumë prej tyre nuk kanë përfunduar arsimin dhe për këtë arsye nuk kanë kushte për të dhënë provimin për patent shoferi. Trebi da mislite kad ste nije ključ za nego. Ovako nego trgnit. Që izlagame sekoj den. 24 časa će bime aktivni. Od cela Makedonija nema da imat mir od Toškovski. Ova što će go pravime nije. Нема да биде за добро, ќе биде за лошо за него. Бараме од државата законот што го пушти овој да се отстрани, пребидејќи многу луѓе сме останати без храна, без јадење, без пиење, без деца да носиме на школу. Значи ова е катастрофа. Нова е голема катастрофа. Бараме да се врати стариот закон или па ако не се врати стариот закон на тестој не мора да не пуштат пребидејќи знаат дека ние ромите не сме писмени. Kryeministri Mickovski ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme që të përgjigjet ashpër ndaj çdo rrezikimi të rendit të sigurisë në mënyrë që mos të përsëritet siç tha ai, shfrenimi i djeshëm. Разговарав денеска утрово со министерот за внатрешни работи и она кој што го побарав од него да биде за секој некој што го прекршил законот, се заканувал, јавно упатил, закани го загрозил мирот и безбедноста на граѓаните, жестоко да се одговори. И ќе биде одговорено жестоко за да не се повтори тоа дивење од вчера што се повтори. Incidentet shkaktuan një sër reagimesh në rrjetet sociale. Qytetarët bëjnë thirrje që ligjet të vlejnë për të gjithë dhe të mos ketë më ngasje me makina të paregjistruara dhe shofer pa patent shoferi.